Qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, ligji i përsosur, Psalmi 19, Jakovi prapë thot në vargu 25, të jemi ngulmues të ligjit të përsosur të lirisë, dhe kështu do kemi masandaj plotësinë e atit, kështu do jemi pa të meta, jemi pa mëkat në atë ecjen kur ecën urdhrimet të atit, pa njolla. Për ju vëllezër që flitet, ja të shikojmë pak, ja. Ja të shikojmë rastin e Petruqenit pa të meta, që është dishiplizimi apo për një dhjak, ndihmës pastor në këtë rast mund ta themi. Çfarë thoshte? Si do të ishin ata? Okej, le ta shikojmë. Okej, ka plot gjëra, po duhet të vete ne, po. Kur flet në para Timoteut 3:6, okay, duke filluar, por e shikojmë pak sepse disa struktura unë her pas here I flas që vëllezërit të kuptojnë në hierarkinë dhe në kishë çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë. Të gjitha këto struktura kaq të mira që do ishin për sensibilizimin tonë dhe për të mos lejuar frymrat të tjera apo dëshirat e njerëzve në këtë rast që nuk përbejnë në vullnetin e atit. Nuk përbejnë autoritetin e shkrimit, dëshira e një vëllai një motre. Por le të vazhdojmë. Për çfarë thot? Që një person thot kur të vendoset në mos jetë posaktyer në besim, thot, okay, te e dim, thot, madje ai të ketë një dëshmi të mirë që të mos shahet, okay. Këtë heqim për momentin, nuk na duhet. Por fillojmë në vargu 8, më fal. 8. Okay. Vargu 8 deri në 10. Gjithashtu dhiakët të jenë dinjitozë, okay? Jo me dy faqe në fjalë, por të mos jepen pas verës së tepër, të mos lakmojnë fitime të paligjshme, të ruajnë misterin e besimit me një ndërgjegje të pastër, okay? Me ndërgjegje të pastër, ligji përsosur, të jep një ndërgjegje të mirë, të pastër, sepse nuk po njollosesh me anë të mëkatit, sepse shkelja e ligjit është mëkati, okay? Dhe këta dhiakët në këtë rast të le të vjen më përpara në provë, thot, pasi ta kenë kryer shërbesën e tyre, të jenë si? Të jenë pa të metë. Pa të metë. Çfarë tha Jakobi? Që duke qëndruar në ligjin e përsosur të lirisë, do ta thot në vargu 25 më vonë, kështu neve kryejmë qëndrueshmërinë në veprën e përsosur të ligjit të atit, dhe kështu neve jemi të përsosur dhe të plotë pas një të metë. Ndërkohë dhiakët shikojmë këtu që duhet ishin pa të metë në shërbesën e tyre, të kishin një ndërgjegje të pastër, të besimit të tyre që kanë. Si është ndërgjegje e pastër, vëlla motor? Unë lutem atë që një pastor të kuptojë mëkatin e shkelja e ligjit. Nuk krijon një ndërgjegje të pastër duke thënë masandaj ligji është hequr. Sepse po e hoqe ecën në paudhësi, fillon krijon filozofi tona, po këto gjëra ne nuk na pëlqejnë, sepse vllai masandaj gjithmonë thotë, po këto gjëra fliten. Po flasim për ndërgjegjen e pastër, rrugën, dishiplizimin që sot mungon në Shqipëri dhe përtej. Si do të dishiplizohet një sapoardhur në besim? Ligji është hequr, ecë në paudhësi, prandaj ka akoma të rrënjosur në filozofi dhe janë duke larguar nga besimi njerëz, sepse nuk është treguar e mira fillimisht, se janë lejuar frymra të tjera të hynë, masandaj godasin jetët e tyre, godasin vëllezërit e motrat, sepse ata për shkak të dhënies së informacionit të gabuar, të doktrinave të rreme, masandaj lejojnë hapjen masandaj të frymrave nëpërmjet legalitetit, sepse po mëkatojnë, nuk dinë që mëkati është shkelja e ligjit. Nuk I thonë masandaj si në vepra 15, vëlla motër hiqë thot I idhujt, thot hiqi në këtë rast thot largohu nga imoraliteti, masandaj largohu mos ha gjak dhe mos pi në këtë rast dhe mos I mbyt kafshë thot, dhe pastaj hajde këtu të mësosh në urdhrimet në këtë rast atë që dha Mojsiut, ligjin e Mojsiut, siç ishte në veprat 15, sepse Mojsiu kishte që nga kohë thot që të cilën e predikojnë atë çdo sabat në sinagogë ishte atëre mbas tempullit. Ishte kisha e vërtetë.
Hebrejnët, jo hebrejnët, 12 fiset e Izraelit që kishin besuar prej atyre në Mesia në kohën e Izraelit, në kohën e Mesias dhe të apostujve së bashku me kombet me jo hebrejnët. Ndërkohë veprat 21 thotë që ishin mira hebrejnë që kishin besuar në Mesia dhe ishin me zell ndaj ligjit të Atit. Anania në veprat 22 ishte me zell ndaj ligjit të Atit, kishin një dëshmirë të mirë midis judejve. Mesia e vizitoi, Mesia i ringjallur viziton një që ishte me ligjin. Kishte besuar tek Mesia, pikrisht, atë na thot shkrimi, lavdi emrit të tia dhe e pam pak më përpara në zbulesa. Ligji, urdhrimet që janë brenda atij ligjit dhe besimin tek Mesia, tek Jashua, tek Krishti, janë këto që ti dhe unë duhet të bëjmë për të rezistuar bishën, figurën, damkën e saj. Kështu e reziston vlla motër. Si e reziston? Duke më katuar bisha të ka kapur. Je pjesë. Shikoj bishën në Romë, shikoj bishën në Tiranë, dhe ka kapur shumë. Lutemi Atit. Zyra e një drejtuesi, administruesi shtëpisë së Atit Elohim të Zotit. Si do të jetë? I paqortueshëm. Kur mëkaton, është i paqortueshëm? Është i qortueshëm, sepse ka mëkatuar, ka shkelur ligjin e Atit. Para Gjonit 3:4 që përcakton biblikisht çfarë është mëkati. Jo ta them unë, vlla apo motër, nuk e themi neve, e përcakton strukturën Ati të shumë temave, fjalëve të caktuara. E thot shkrimi, përmbaju me shkrimin, por ne nuk duam të dimë çfarë Bibla thotë për gjëra të caktuara, mas andaj aventurohemi në filozofitë tona. Po interpretojmë vargjet të tërë, jo një copkë, ja shikon, të marrun po ta marrun këteja, shikon, sprova e besimit, si është qëndrueshmëri, kaq, se çfarë shkëthen më përpara, se kujt ishte shkruar, kush është adresuar, cilit ishin këta, çfarë ndodh, beslidhjet, kush jemi neve, dhe vargjet e tjera masandaj që do t'i marrim më vonë. Le të marrim disa, jemi ne Titi një. Okej, ishte një pastor. Vazhdojmë. Por thot nga ana tjetër, thot si do t'jetë, mirëpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë dhe i shenjtë. Ligji i Atit është i mirë, i drejtë dhe i shenjtë dhe bën të urtë njeriu e thjeshtë. Shumë struktura të mira që na jep Romakëve 7:1, Psalmi 19:7, ka plot. Dhe duke i përmbajtur fort fjalën, duke mbajtur fort fjalën besnike siç është mësuar. Çfarë fjale ishte mësuar Titit apo Timoteut? Ishte shkrimi, ligji përsosur i Atit. Fjala e jetës thotë, lavdimit të tia, fjala e jetës u dha në malin Sinai, Veprat 7, Vepra 7:38. Peshkopi është struktura që Ati ka vendosur në shtëpinë e tia. Dhe është mësime më gatë, është më vete që po bëjmë, por është shumë e hapur në struktura në këtë rast çfarë ka vendosur Ati në shtëpinë e tia. Sjellja e tij që sapo tham pak më përpara, ajo sjellje e tij nuk duhet të jetë kundra ligjit të përsosur të Atit. Të gjitha këto gjëra që shikon të nënvizuara janë kundra ligjit të përsosur, në njëjtën harmoni me e parë në Timoteut 4, duke filluar nga vargu 7, po më tepër vargu 8, 9. E shikojmë pak më vonë, se është në harmoni lavdimit të tij. Thotë, por ai duhet të jetë mirëpritës, mirëdashës, thamë që duhet të jetë i urtë, i drejtë dhe i shenjtë. Siç është ligji i tij. E bën të urtë njeriu e thjeshtë, në Romakët 7:1 gjithashtu fletë që është i mirë, i drejtë dhe i shenjtë, ligji i tij. I shenjtë do thotë i veçuar, vëlla motër. Veçohemi me anë të urdhrimeve të Atit. Veçohesh nga sjelljet që nuk janë të Atit, nuk kanë qenë ndonjëherë të Mesias tek ti, duke mbajtur urdhrimet e Atit siç Mesia i mbajti, veçohesh në jetën tënde. Fillon atë të mirën tënde të mundshme. Prandaj na këshillojnë dhe vllai të këshillon që lexo Biblën të plotë për veten tënde. Ka pyetje, më kontakto në Messenger. Mund të bësh dhe pyetje këtuja në komentet në YouTube, dhe masandaj unë bëj mësime të shkurtra në bazë të pyetjes që mund të kesh për atë balancën e shkrimit apo harmoninë që mund të marrim dhe konsistencën
në shkrimin në zemrat tona. Thamë që ta mante fort fjalën e jetës, ju dhanë malin Sinai, veprat 7:38 përcakton ligjin e përsosur si fjalën e jetës. Si mund ta heqësh fjalën e jetës? Mesia thotë që mbani urdhrimet ligjit në atë dhe do të jetoni. Në Filipianët 2 thotë është fjala e jetës që ne do ta mbajmë fort, fjalën e jetës. Kjo është fjala besnike vëlla motër që po flet. Që të jetë në gjendje me doktrinën e shëndoshë, të këshillojë dhe të bindë ata që kundërshtojnë. Doktrina shëndoshë. Okej, do ta shikojmë doktrinën e shëndoshë sepse ti do ta dish për të patur një mendje të shëndoshë, duhet të kesh doktrinën e shëndoshë vëlla motër. Në jetën tënde. Okej. Sepse mas andaj do vinin çfarë do vinë koha që nuk do durohet. Do vi koha që nuk do durosh me doktrinën, njerëzit nuk do durojnë doktrinën e shëndoshë apo jo. Okej, le ta shikojmë këtë aspekt të doktrinës shëndoshë. Një moment. Sepse njerëzit mas andaj largohen nga vërteta, duan mësues që të gulisin veshët, ka plot dhe çojnë në drejt prallave. Ajo është një koncept, por le ta prekim më në thellësisht atë që apostulli flet hapurazi mas andaj ne para Timoteut, duke filluar nga vargu 8, që do jetë mirë. Kjo është për çdo shërbëtor që ka në zemër të shërbej Atit dhe birit të tij, i shërbejmë Atit vëlla motër fillimisht në çdo gjë, dhe mas andaj neve e bëjmë në besim tek Mesia dhe në fuqinë e frymës shenjtë që themi në hirin apo në mëshirën e tij. Ne e dimë, apostulli thotë ne jemi të këtij mendimi, këtë karakter kemi, këtë identitet kemi, ne e dimë dhe kjo është njohuria jonë, kjo është urtësia që na ka dhënë fryma, duke ditur thotë që ligji është i mirë, nuk është i keq. Është i mirë, nuk është brengë, është i mirë, nuk është hequr. Por njeriu do ta përdori si duhet, jo ta shtrembërojë thotë se ka pasoja thotë në 2 Pjetrit 3. Ai që mas andaj e shtrembëron shkrimin për humbjen e tyre thotë, dhe po të rriqet nga gabimi të pabesve. Duke ditur që ligji nuk është vend për të drejtin, përse? Sepse ligji është kundra pabesisë, paudhësisë. Kurse ai që është drejt në urdhrimet, në ligjin e Atit, nuk e cënon, nuk zemërohet Ati. Dhe Ati zemërohet nëpërmjet karakterit të tij. Karakteri i Atit është ligji i tij përsosur, dhe kështu mas andaj sjell tuprën në jetën tonë. Por ligji është vend për çdo gjë në këtë rast që është kundra shkeljes atij ligjit. Apo jo? Dhe gjithashtu ligji në këtë rast ngrihet në zemërim kundra çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Do të thënë ligji mbron doktrinën e shëndoshë apo jo? Ti duhet të jesh dakord, sepse ligji në këtë rast ngrihet kundra çdo paudhësie, në këtë rast siç e pamë, dhe çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, ky ligj do vej kundra. E mbron ligji përsosur i Atit, doktrinën e shëndoshë. Prandaj kur ti e shikon që një peshkop duhet të jetë në gjendje, do të ketë kapacitet, do ta ketë ligjin e përsosur, se kështu ai me ligjin e përsosur që është doktrina e shëndoshë, është karakteri i shëndoshë i Atit, i përsosur, i mirë, i drejtë, i veçuar, kështu bëhet i urtë, ai mund të jetë në gjendje të këshillojë dhe të bindë ata që kundërshtojnë. Po ligji i Atit çfarë bën? Bind apo jo? Bind për mëkat. Shkrimi e thotë hapurazi në 2 Timoteut 3, ligji përsosur, shkrimi, është vend thotë për bindje, për ndrejtje apo jo? Që njeriu i Zotit i Elohim të mirëpaiset thotë. Mirëpaiset. Ja ku kemi bindjen. Se kur vjen urdhrimi, mos andaj ne dimë kemi po eci mirë me Atin apo jo. Kur vjen ligji përsosur me urdhrime të caktuara, atëherë neve bindemi.
Por përgjigjja e zemrës tonë, vëlla motor, nuk do të jetë të vrapojmë dhe ta rezistojmë frymën e shenjtë me qafë të fortë. Unë lutem Atit ta kuptojmë në pulsi, në dashurinë e me njëri tjetrin. Në ratë të parë me Atin, që kështu zbatojmë urdhrimet e Tij dhe kështu tregojmë dashurinë e vërtetë. Prandaj ai peshkop, ai pastor, ai ungjilltar apo profet apo apostull duhet të ketë ligjin e përsosur që t'jetë në gjendje masandaj që me doktrinën e shëndoshë që është brenda atij ligjit, ai do këshillojë dhe do binë të tjerët dhe ata që kundërshtojnë rrugët e Atit. Por do flitet, e vërteta do predikohet. Ndoshta një prap, le të vazhdojmë me një varg tjetër që do sillë akoma më në rast evidencë të harmonisë të shkrimit dhe në çdo aspekt tjetër që ndoshta nuk të ashten vëlla motor, nuk ka rëndësi. Mësojmë çdo ditë, jemi neve të tërë, përfshir mua, në çdo ditë në shkollën e frymës që ka shkruar Biblën e tërë dhe na zën për neve. Lavdi emrit të Tij. Okej, kemi prap një aspekt tjetër që flet, që është në harmoni apo jo? Është në harmoni me sjelljen e atij peshkopit, pastorit. Peshkope do thotë është mbikëqyrës vëlla motor. Fjala episkopeo është përmbi, vëzhgues, mbikëqyrës. Ai mbikëqyr vëzhgon, ka detyrën personale në këtë rast për të mbikëqyrë kopenë e Mesias Jashuas dhe si do ta bëjë? E tham pak më përpara që ai do ta bënte në këtë rast duke mbajtur fort fjalën e jetës, ligjin e përsosur që përcakton doktrinën e shëndoshë, që ai të jetë në gjendje të këshillojë dhe pasandaj të kundërshtojë ata që ngrihen kundra ecjes drejtësisht me Atin. Ajo është udha e ngushtë. Okej. Atëre, ne 2 Timoteos, prap kemi vllajën me emrin e të vërtetë, ishte me baba grek, po të përbej, pra thot përpara Elohim, Atit, në këtë rast, dhe Zotit të Jashua Mesias, Krishtit. Thot vetë apostulli Shauli, thot Timoteos, që ka, thot, për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit në dukjen dhe në mbretërinë e Tij. Okej, Mesia do vi, thot, do bëjë me një gjykim, thot, prediko fjalën. Ka fjalë vëlla motor. Akoma nuk kemi kanonin që 66 po e lejmë, njeriu përcaktoi 66 libra. Nuk erdhi ndonjë engjëll për të thënë 66 libra, por nëse prediko ke shkrimin, ligjin e përsosur, se kështu njeriu mirëpaiset dhe kështu le trashëgimi në familjen e tij, masandaj në njëjtën kohë mund të lejë në kishë dhe zgjerohet mbretëria e Atit. Kritiko, qorto, këshillo me çdo durim dhe doktrinë. Çfarë doktrine? Folëm pak më përpara, doktrinën e shëndoshë, ligjin e përsosur, që peshkopi duhet ta kishte në gjendje. Okej. Sepse thot do vi koha ku njerëzit nuk do durojnë doktrinën e shëndoshë, nuk do durojnë me urdhrimet e Atit, thot. Do t'u flitet, thot, por për shkak të zemrës së ngurtë akoma nuk duan, thot, të hapin zemrën që Ati të punojë, të pastrojë, të na veçojë me anë të atyre urdhërimeve, që neve ruajmë urdhrimet, i mbjellim në zemrën tonë atë ligjin e përsosur që Davidi tha në Psalmin 119, dhe kështu nuk mëkatojmë kundër Atit. Kështu marrim premtimin e besërisë së re, ringjalljen në atë ditë kurorën e jetës. Por do vi koha që njerëzit nuk do të durojnë me ligjin e Atit, urdhrimet e Tij për një mendje të shëndoshë, kjo është doktrina, thot, mësimi i shëndoshë, por sipas endjeve të veta do mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët e tyre dhe do t'i largojnë nga e vërteta dhe do t'i sjellin drejt prallave. Ti e shikon vëlla motor kontrastin që ke në shkrimin? Ligji përsosur, karakteri i Atit, çfarë? Është kundra prallave. Është kundra gudulisjeve. Ati nuk gudulis. Ati sjell të vërtetën, neve duhet të largohemi nga gudulisjet, nga mësimet dhe mësuesit e rrejmë, që thonë ligji është hequr, karakteri i Atit është hequr, biri i Tij erdhi, masandaj dhe gjëra të tilla që janë vetëm me rrënjë demonike. Të përcaktojmë, po mund ta vulosim, le ta vulosim me një shkrim tjetër dhe vazhdojmë asandaj, sepse
Po mundohem vëlla motor në zemrën tënde që ti ta kuptosh, ta kuptosh për lavditë të tia. Okej, le të sjellim në këtë rast le të sjellim shkrimin e Atit, në zemrat tona për lavditë të tia dhe përmbledhim me vargun e fundit. Që e përcakton akoma më thellë në zemrat tona për lavditë të tia. Okej, të urta 4, vëlla motor. Cila është doktrina shëndosh? Do ta themi prap, ja po heqim në këtë rast sepse janë disa gjëra që ndoshta nuk përcaktojnë atë, por është përcaktimi, por jo të temës që në fillim. Fjalë të urta 4. Dëgjoni mësimet e një Ati dhe tregoni kujdes të mësoni të gjykoni, të ndani të mirën dhe të keqen, si e bëjmë, me anë të doktrinës së shëndoshë të mirë, dhe neve në këtë rast nuk duhet ta braktisim. Kjo është ligji. Po ju jap një doktrinë të mirë, të shëndoshë, të drejtë, të urtë, mos e braktisni ligjin tim, thot Ati. Dhe pasaj thot, zemra jote të kujtoj fjalët e mia, ruaj urdhrimet e mia dhe do të jetosh. Dëgjoj birim, pranoj fjalët e mia, vitet e jetës sate do të shumëzohen. Trego kujdes fjalët e mia, ligjin tim, ta tha që në fillim, urdhrimet e mia, që është e njëjta fjalë, fjala, ligji, urdhrimet është e njëjta koncept. Dëgjoj thënjet e mia, po dekretet e mia, që thot Ati është ligji tia. Kështu, nëse nuk largohen kur nga sytë, tu dhe ti ruan në qendër të zemrës sate, ku ishte diçka që ishte në qendër të zemrës të një personi? Ishte ligji tia që ishte në qendër të zemrës së tia dhe kështu ai mund të gëzonte mbretërinë që po vjen dhe kishte një banesë të përjetshme dhe në këtë rast mund të trashëgonte edhe tokën dhe të banonte gjithnjë në të sepse kishte diçka në zemrën e tia që ishte ligji për sosur, urdhrimet e Atit, lavdijemrit të tia apo jo. Dhe kështu se rezultat masandaj për ata persona që çfarë i gjenin ishin jetë dhe shërim për të gjithë trupin e tyre. Dhe vëlla motor vjen shërimi me anë të urdhrimeve, gjërave që neve nuk i dimë që kirurgjia e përsosur, dora e tij bën në zemrat tona kur neve ecim në urdhrimet në ligjin e përsosur dhe kështu po pastrohemi, kështu po veçohemi, po santifikohemi në këtë rast, Gjoni 17:17, në këtë rast kështu neve po shenjtërohemi, themi, ai do thotë veçimi, pastrimi, lihemi më njëna për qëllimin dhe shërbesën e Atit në jetën tonë. Kjo Mesia pati vëlla motor. Shumë herë shërimi në kontekstin e trupit në këtë rast nuk mund të do vi motor dhe vëlla, po vjen por masandaj ka të bëj besimi jonë, po ka të bëj besimi dhe në këtë rast ambienti, momenti apo ai shërbëtor që a ka besim atë që po në këtë rast po i kërkon Atit. Po dhe vetë shkrimi punën e Jobit çfarë do të bëjë në këtë rast kur ka diçka shko tek pleqtë, në Jobi që kishte ligjin e përsosur, që folëm që në fillim. Janë të gjitha gjëra të lidhura në kontekstin e karakterit të Atit, vëlla motor. Masandaj shikojmë fytyrën që na tregovi Ati në biri tia, sepse bëri të njëjta gjëra që është karakteri Atit. Ligjin e përsosur e praktikoi e mësoi në Izrael. Këtë pastori nuk e ka kuptuar akoma. Lutemi Atit, dhe ai të vi në doktrinën e shëndoshë. Doktrinën e shëndoshë. Pa u vënë vesh prallave të judenjve që ishin plotë në kohën e Mesias, që nuk përbenin urdhrimet e Atit, që kihë të besh me kabalan, me misticizmin, me magjinë, që janë të përfshira gjëra, janë gjëra që kur unë po i shikoj tani janë nuk e di, lutem Atit, ketë mëshirë për gjëra të tilla që bëjnë, që nuk janë urdhrimet e Atit, dhe kështu popujt sot e kësaj dite po mbahen peng atje.
Në atë të parë nuk kam besuar tek Mesia, se po të besosh tek Mesia e vërtetë, masa fillon të ecësh në urdhrimet e Atit. Por kemi një kishë të tradicionale të ditës së diel që nuk do t'ja di për urdhrimet e Atit dhe beson se ka Mesian e vërtetë. Jo, valla motër. Është një tjetër që kanë krijuar në 300-ën, 400-ën. Unë lutem Atit që ti të dalësh. Unë e di që ti e do me zemër, thua unë e besoj, ai që u kryqëzua. E dim vlla motër, por puna është që masandaj ai që u kryqëzua atje, çfarë tha të bëjmë, të praktikojmë, aty fillon urtësia jonë. Aty fillon njohja e vërtetë të atij Krishtit të vërtetë. Vazhdojmë në Jobi. E pamë qëndrueshmërinë vlla motër apo jo? Nuk e pamë qëndrueshmërinë. Qëndrueshmëria është me anë të ligjit të përsosur të Atit, urdhrimeve të Tija. Qëndrueshmëria e shenjtorëve që reziston bishën, Satanin, reziston figurën, Satani do vendosë një imazh, një figurë, masandaj do implementojë dhe gjërat fizike, po ndërkohë festat e Atit, urdhrimet e Tija janë një shenjë për popullin e Tija, ku në dorë dhe në ballë. E thot ligji për 36, Ezekieli 10, Galatasve 3:12. Ndërkohë dora paraqet të berit me duart bëjmë, zbatojmë, bëjmë urdhrimet e Atit. Kjo është shenja. Kur një vëlla një motër ecën në urdhrimet e Atit, në ligjin e përsosur ka shenjën e Atit. Ka shenja që reflekton në sabatin, në festat e Tija. Ati e thot specifikisht pastaj në Eksodi 31. Shko lexoje, kemi folur. Sabati është një shenjë përjetshme, beslidhje së përjetshme. Festat e Tija janë një beslidhje e përjetshme, një shenjë e beslidhjes së përjetshme. Dhe ja ku vjen shenja e mirë që ti ta kesh në ballë, sepse meditojnë tek ligji i Tij. Balli çfarë ka? Mendjen, në mendje meditojmë. Lavdijemi të Tija. Meri vëlla motër që ti je i frutshëm, se ajo pema që mediton tek ligji i Tij ditë e natë. Psalmi 1 është aktiv në jetën tënde që mund ta marrësh, jo ta citojmë, jo të jemi frymëror që ja unë e them, por unë nuk do ta di për ligjin e Atit, siç bënin ata të asociuar të mi kohë përpara. Nëse nëse ndonjëri nga ju i mungon urtësia, le t'ja kërkoj nga Elohim si t'i zbatoj urdhrimet e Tija. Fjalë të urta 2, flet pra të urtësi. Fjalë të urta 2. Ja, po e hedhim. Fjalë të urta 2. Fjalë të urta 2, flet pra të urtësi, lavdijeme të Tija. Dhe sa po ishim në fjalë të urta 1, që fliste që urtësia thërriste dhe buqiste në rrugë, thot. Dhe ajo është profetike, nga vargu 20 deri te 31, është një mësim vete, por ti mund ta shikosh dhe unë lutem Atit që t'i japi dëshmi fryma që nga vargu 20 deri tek 31 në fjalë të urta 1, që flet për ngjarjet e tanishme dhe ato që do vinë, por ndoshta merr me një zemër të përhapur mund ta marrësh nga fryma. Atë ta marrësh një urinë në këtë rast nga ana profetike çfarë flet fjalë të urta 1. Fjalë të urta 2, vëlla motër, po flisim që të çfarë të kemi urtësi, t'ja kërkojmë Atit. Okej. Urtësia që na jepet neve, okej. Thotë, birim, në rast se pranon fjalët e mia, i ruan urdhrimet e mia, thot Ati. Brenda teje ku në zemër e pamë, në zemrën tonë, në qendër të zemrës tonë, thot. Atëre, duke i vënë veshin çfarë? Urtësisë, thot. Po të vjen urtësia, thot. Dhe po të vjen, thot, ti du të vesh veshin, merre në zemër dhe praktikoje, thot. Duke prirur zemrën tënde ndaj kuptueshmërisë. Ja ku vjen, si të kuptosh urdhrimet e mia që ti praktikosh. Kjo është urtësia. Kjo përcakton urtësinë biblike, aplikimi i fjalës së Atit që ke kuptuar. Po në rast se kërkon me ngulm, dhe këto janë gjëra që ne duhet të bëjmë vëlla motë, duhet t'i vëmë, duhet t'ia vëmë veshin urtësisë, dëgjon urdhrimet e Atit, e pozicionon zemrën për të kuptuar urdhrimet e Atit. Masandaj fillon e kërkon me ngulmë njohurinë në këtë rast për të ditur si ti praktikosh. Fillon ngres zerin apo jo, për të siguruar kuptueshmërinë. Ngres zerin. Si ngres zerin? Në lutje.
i kërkon atit, më jep kuptueshmëri, siç e bëj unë çdo ditë, si të praktikoj urdhrimet tënde. Dhe fryma masandaj flet në shkrimin apo në aspekte të caktuara, persona të tjerë në jetën tënde do vinë, siç ndoshta tani po vjen zeri i shkrimit nëpërmjet meje që ati po të flet, është e njëjta gjë. Siguron kuptueshmërinë, masandaj në rast se e kërkon, dhe këtu është kumgullja jonë. Është e vazhdueshme që ti ta përcaktosh të urdhrimet e mia, fjalët e mia, vëlla motër, që menjëherë kemi si kontekst në jeshile, shikon, masandaj në kumgulljen të zemrës sate, çfarë? Ti duhet të kërkosh do të t'i vlerësosh ato si argjendi dhe të fillosh të gërmosh ato si një tesari i fshehur. Lavdi emrit të tia. Kjo është përgjegjësia jonë, kjo është detyra jonë, kjo është disiplina jonë. Atëre do si rezultat duke vëlla motër, bëre diçka thot nga këto që të thash unë pak më përpara. Fillimisht ka të bëjë me pranimin. Dhe këtu jemi akoma shumë prej vëllezë motrave. Le të jetë pranimi i ligjit, urdhrimeve të tia vëlla motër, që sot në jetën tënde, që sot që po e dëgjon. Pranoj sepse tërë strukturën e mirë të fjalëve të urta do të gëzojnë masandaj jetën e përjetshme. Pranoj brenda në zemrën tënde, fillo të vesh veshin urtësisë akoma, qëndro me ne. Bashko vëlla motër, mund të jesh pjesë e asamblesës së kisës tonë në Telegram ku ky mësim po është live dhe tani ti po dëgjon në YouTube. Fillon zemra tënde pozicionohet për të kuptuar rrugët e atit, kështu do të kesh bekimet në këtë rast që do të vinë në jetën tënde, në familjen tënde, ti do t'ja mësosh urdhrimet e atit, rrugët e tija të përsosura, lavdi atit dhe kështu ndërtohet shtëpia e mirë në shkembin, lavdi emrit të tija. Vazhdon ngulmimi tënd, masandaj ngre zerin, e bën urdhrimet e atit si thesar, si agent, i ruan si bebja ligjin e atit, e ruan si bebja e syve tënd, apo jo, ndoshta ti se ke parë vëlla motër, Proverba 7, çfarë thonë? Fjalët e urta 7. Okej, ja ta shikosh vetë. Fjalët e urta 7:2. Ja, më lejo ta nxjerr lavdimet të tia, okej. Fjalët e urta 7. Që kur ti do ta shikosh vëlla motër, unë lutem atit, por kur unë shikoj disa vargje, zemra time gëzonde për shkak të njohurisë që ati na jep vëlla motër. Ati na jep të karakterit të tia, dëshiron ta zbuloj ty dhe mua. Ty dhe mua. Okej, jam më lejo sa ta marr. Një moment. Nuk e pas kam. Këtu bëja marrim nga interneti, nuk ka rëndësi vëlla motër. Okej. Vëlla motër, sa punim të thellë vën në zemrën tonë ligji përsosur i lirisë, që në këtë rast na mban të lirë dhe na mban jashtë mëkatit, e punon thellë në zemrën tonë. Që hati po vepron tmerrësisht në zemrat tona. Ja po eth në ekran. Fjalët e urta. Shtatë 2. Mua më vjen keq sepse përkthimi i gabuar në shqip e bën e kategorizon si mësimin tim apo mësimet e mia, çfarë tha? Mësimet e mia. Ndërkohë atje fjala është nga versioni King James, është ligj, është law. Por normal që shiko sa perceptime njerëzore kanë futur shkrimin dhe kanë hequr që fjalët e urta janë aktiv në jetën tonë. Ti beson vëlla motër që fjalët e urta janë aktiv në jetën tonë? Që ati po thotë hapurazi që ne çfarë do të bëjmë? Ti ruajmë urdhrimet e tija dhe kemi për të jetuar, ruaj në këtë rast, ruaj ligjin tim si bebja e syve të tu.
Dhe për ju që keni dyshim, ndoshta edhe po më dëgjon vëlla motër, por ja ta marr nga versioni King James, ndoshta disa prej nesh thonë dale vëlla se jo, unë kam ndryshe në Biblën time, pikërisht sepse njerëz të tillë nuk kanë parë çfarë unë nuk jam vetëm King James vëlla motër, por marrim si më të mirëqenën, domethënë shumë nga neve, ja ku e ke në këtë rast. Proverbs quhet në anglisht, proverbat ndoshta ndaj ne kam dëgjuar që thuhet edhe në shqip, ndoshta gabojmë, por nuk, okay, ja ku e ke. And my law, dhe ligjin tim, si në këtë rast të bebja e syve të tu. Ja ku e ke nga versioni King James. Ruaj ligjin tim, thot si bebja e syve të tu, kurse neve çfarë bëjmë? Vëlla motër. Neve heqim. Ati thot të ruaj, neve heqim. Lutem ati të ketë mëshirë. Ti të fillosh të ecësh në ligjin e përsosur dhe nuk kesh të vëlla motër, ke frikë, unë e di që shumë për nesh kanë frikë të zbatojnë në ligjin e atit. Dhe të gjitha perceptimet që të gabuara demonike që të kanë thënë mësuesit tent, që duke mbajtur ligjin masandaj nuk je me Mesian, po çan këto gjërat kaq filozofike. Mesia mbajti ligjin e atit, ti po ndjek Mesian, të bëjmë pjesë e asaj mbretërisë që po vjen, se po ecën në rrugën e ngushtë, po ecën në rrugën e mirë, të urtë, ligji përsosur i atit bën të urtë njeriun e thjeshtë, pastron zemrën, ndriçon sytë, na mbush me jetë. Ka jetë në urdhrimet e atit, vëlla motër, duke i ruajtur, ka jetë. Po fletë në njëjtën kontekst, urdhrimet dhe ligji thotë është mënyra hebraike që përmendet në të njëjtën aspekt, njëjtën kontekst, siç e shikon në Psalmin 119, ku flet për fjalën, urdhrimet, ligjin. Fillon me që në fillimi thotë që duke qenë panjolla pa të mejta që po flisnin pak më përpara, duke qenë panjolla pa të mejta dhe ai peshkopi, ruaj çfarë? Ruaj ligjin tim thot. Ec thot, i bekuar është ai apo jo? Që në Psalmin 119. Lum ata që kanë një rrugë panjollë, që ecin me ligjin e Zotit, të atit Jahwe. Këto janë disa vargje që unë po i hedh vëlla motër që unë lutem atit që të kesh arritur, sepse nuk e di kanë arritur disa deri këtu, por unë lutem atit që ti kuptosh. Psalmi 119, vargu 1, që në fillim fillon. Po e lem aty, çfarë fillovi psalmet, që janë të shumës, po psalmi 1, çfarë fillovi vëlla motër? Duke thënë, keni kujdes të mos merrni këshillën nga të pabesët që nuk ecin me ligjin e atit thot, se nuk je i frutshëm dhe prandaj sot frutshmëria, dishiplizimi në Shqipëri mungon, sepse neve marrim këshillë nga ata që kanë anulluar ligjin e atit të Zotit Jahwe. Nuk duam t'ja dim për rrugët e tia, që është ligji i tia. Nuk du t'ja dim për karakterin e atit që na thotë të imitojmë, që është ligji i tia. Që ne të kemi një rrugë panjollë. To shkrime vëlla motër janë të gjalla. Nuk janë për të cituar, nuk janë atë të vjetër atje. Mesia predikoi prej këtyre vargjeve. Mori prej këtyre në Mateu 5, mori prej Psalmi 37, hapurazi që në fillim, edhe për te, sepse populli ishte larguar nga ligji i tij, për shkak të mësuesve të rejme që kishin marrë doktrina prej njerëzve dhe filozofive që kanë sot nga rabinët, nga farisejtë e kohës së sotme. Duke bërë të gjithë, duke ruajtur ligjin e atit, e pranuar, vën veshin në këtë rast në urtësinë që ai ligjin na bën, ngulmon me zemër, të gjitha këto atëre thotë do fillosh të kuptosh frikën e Jahwe dhe kështu ke për të gjetur kuptimin e Zotit, të atit Elohim. Ndërkohë Psalmi 110 thot hapurazi që kush është frika e Jahwe, megjithëse fjalët e urtë një e thonë 7, por frika e Jahwe është fillimi i urtësisë, apo jo? Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e tija. Psalmi 111 mos gaboj. 10. Këto janë disa koncepte kaq të thjeshta vëlla motër, por kaq frutdhënëse në jetën tonë.
kaq të mira që vllai po mundohet të mbjell në zemrën tënde, në mendjen tënde, dhe kështu ke një mendje të shëndoshëm, mendja miqësore largohet, zemra e ngurtë largohet kur neve i pranojmë urdhrimet e Atit, ligjin e përsosur dhe e ruajmë asandaj si bebja e syve tanë. Ne ruajmë ato bebjet e syve tanë me shumë të drejtë që mos cënohen apo jo. Që neve të shikojmë rrugën ku ecim apo jo, me anë të syve tanë. Ndërkohë Ati thotë, ruaj ligjin tim në zemrën tënde dhe vazhdo ta praktikosh, kështu masandaj do shikosh ku do ecësh. Sepse është lambën në këmbën tënde, është dritë në shtegun tënd. Në këtë kohë, kaq në të nevojshme vëlla motër, për ju që jeni në Shqipëri apo në diasporë që po më ndiqni, kaq të nevojshme, veçoje veten tënde, familjen tënde në shenjën e beslidhjes së përjetshme që ti t'jesh pjesë në ligjin e përsosur të Atit. Lutem Atit, ta kesh kuptuar çfarë po flas. E të kërkojmë urtësinë, çfarë? Ishte kërkimi duke vënë veshin urtësisë apo jo? Duke çfarë pranuar thot, fjalët e mia, i ruan urdhrimet e mia, ligjin tim si bebja e syve tënd, atëre masandaj po të vjen urtësia dhe këtë gjë thot të lutja ngulmimi siç e pamë në fjalë të urta që ti e pozicionon zemrën fillimisht, masandaj kërkon me ngulm, ngre zerin. Këtë gjë thot shkrimi Jakobi thot, mos e bëj thot në këtë rast me dyshim thot, po bëje me besim, kërkoje me besim. Pa dyshuar thot, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe përplas era. Okej. Le ta shikojmë një erë që frynte zakonisht. Ndoshta shikojmë një erë që fryn. Okej, da shikojmë erën. Më lutem Atë që ti të mos përplasësh me atë erën, vëlla. Okej, era. Kur nuk ecën sipas ligjit dhe merr këshill nga të pavesit. Masandaj thotë, të tillë janë ata sepse janë si byku që era e shpërndan. Ndërkohë konteksti këtuja, ti dhe unë, duhet të gjenim kënaqësinë tonë dhe duhet të meditonim tek ligji i tij ditë e natë. Që masandaj erat mos na merrte vëlla motër. Era çfarë janë? Erat janë mësime, doktrina që pamë, që janë të rreme shumë, fjalimet. Era në të njëjtën gjë janë dhe demonët, ja quhen dhe era, engjëjt e Satanit apo jo? Sepse dimë që engjëjt e Atit në këtë rast janë shëbëtorët tanë. Por në atë kontekst që era thot doktrina dhe demonët, sepse doktrina demonike vjen nga demonët, që shpërndajnë masandaj kishën dhe shpërndajnë lajme të rreme dhe kështu një person masandaj hyn në pabesi. Gjë që ai duhet ta kishte marrë në urtësinë e tij. Gjë që ai duhet të kishte vënë veshin, duhet të kishte ngulmuar, duhet të kishte kërkuar ligjin e Atit, urtësinë e tij që të ecte në rrugën e tij, në familjen e tij. Këto gjëra na takojnë neve. Nuk na takojnë masandaj të ndjekim të tjerët, apo sepse kam miqsinë e mirë, apo jam këtu, apo kam krijuar këtë strukturë këtu, apo e njoh atë prej vitesh, por si do t'i them që tani unë do ec në rrugët e Atit. Okej, do ndjekësh njeriu apo Atin, që i biri ndoqi. Ishte një shkrim që kisha, lavdjatit, ishte një shkrim që kisha në zemër, që i përben prapë për të qenë pabesisë. Dua që të sjell pak vëlla motër, dëshminë në zemrën tënde dhe mos u frikso në disa gjëra që do shikosh në ekran. Por do të bëjnë mirë në zemrën tënde. Do të bëjnë mirë, sepse po flasim që të na vijë urtësia, ajo mendja e shëndoshë. Në këtë rast shikoj çfarë thot Baruku.
Urtësia po fliste këtuja. Urtësia ajo është libri i urdhërimeve që të Elohim, thotë të Zotit, dhe ligji që qëndron për gjithmonë, për jetë, jo për një kohë të shkurtër, jo e përkohshme. Ata që mbajnë fort të urtësinë që ndodhet ku në librin e urdhërimeve të Atit, që është ligji i tij i përjetshëm, ata do të jetojnë për jetë, Psalmi 37. Dhe ata që braktisin do të vdesin, thotë. Okej. Mirë, ata që shtrembrojnë fjalët e drejtësisë, çfarë bën? Kush është fjala e drejtësisë? Shkelin ligjin e përjetshëm, që shndërrohet në ata që nuk kishin, thotë shndërrohen kështu në mëkatar kur e shkel ligjin. Por mund të rikthesh vëllamotë, të restaurosh marrëdhënien tënde, të dalësh prej atyre mësimeve, të dalësh prej çdo strukture që shikon në ditën e diellë, që të mos shkelesh mbi tokë, ndërkohë i drejti që ecën në ligjin e Atit e ka në zemrën e tij atë ligjin e përsosur që tha Psalmi 37, ai do banojë tokën për jetë. Ai do banojë tokën për jetë. Po, e kishte ligjin e Atit në zemrën e tij dhe si rezultat çfarë? Masandaj ai do banonte për gjithmonë për jetë në tokë. Do kishte banesën e përjetshme. Dhe Enoku vëllamotë, është një nga librat që duhet jetë në Bibël, ka qenë gjeni 1800 në versionin King James, por e hoqën njerëzit që nuk besonin në urdhrimet e Atit, ata ta hoqën. Lutem Atit, Enoku i shtati nga Adami, Juda 1:14, një kapitull është. I shtati nga Adami që profetizoi për ardhin e Mesias. Kur e kishte profetizuar? Profetizoi pothuajse 3000 kaluar, 4000 vjet më përpara. Dhe masandaj u la trashëgimi librat e tij që përcaktojnë ardhin e Mesias, ringjalljen, kryqëzimin, lavdinë që do marrë masandaj të mbretërinë e 1000 vjeçarit, në detaje, engjëll si ndodhi përmbytja. Të gjitha ato gjëra janë në kanalin ton këtu, vëllamotë. Shikoj fjalët e Enokut, është nga mësimet që kam bërë mos gaboj, është ta flas për hyjet gjithashtu nga ana tjetër, kush janë hyjet. Okej, më lejo ta shikoj, një moment të lutem. Është ku flas për profetin, dita e Jahve masa po afrohet, ka provë nga mësimet që kanë bërë vëllamotë, që unë lutem Atit të shkosh pak mbrapa, hyjet që janë në qej, çfarë janë sipas shkrimit, masandaj profetin Enoku që profetizoi mbi birin e njeriut, është mësim vete. Të inkurajoj ta shikosh vëllamotë. E kam bërë para 2 muajsh, po. Ai që përçmon fjalën, në fjalë të urta ligji përsosur, vëllamotë. Fjalët e urta 7:2 duhet ta ruajnë apo jo? Nuk duhet ta ruanim. Ja ku kemi fjalët e urta, urdhërimet e Atit. Ja si interpretohet shkrimi me shkrimin në zemrën tënde. Fjalët e urta flet për ligjin e përsosur, për bindje, për ndreqje, për mirëpajisje në urtësinë e Atit. Lavdi emrit të Tij. Ai që përçmon fjalën ka ligjin e përjetshëm, urdhërimet e Tij, nuk i ruan si bebe e syve të tij, ta ruaj ligjin siç e ruan beben e syve të tij, thot. Ai person thot, do rrezohet, do shkatërrohet, thot. Shtëpia nuk mban me, ndërtuar mbi rerë. Por ai që respekton urdhrimin do të shpërblehet, lavdi emrit të Tij. Urdhrimet e Atit, ligjin e përsosur. Në mbajtjen e tyre, thot psalmisti 19, Psalmi 19 thot, ka një shpërblim të madh. Ka një shpërblim të madh. Jeta e përjetshme vëllamotë, ai është shpërblimi më i madh. Ja ku është shpërblimi më i madh. Do të jetojnë, thot, për jetë, po flet për jetesën vëllamotë. Kur Mesia thotë në Mateu 19 apo në Luka 10, zbato ligjin e Atit tim dhe do jetosh, mbaj urdhrimet e Atit dhe do jetosh. E ka fjalën për jetën e përjetshme. Se pyetja atje ishte, çfarë unë duhet të bëj, thoshte ai doktori i ligjit apo ai djali i pasur, çfarë unë do të bëj? Të kem jetën e përjetshme. Dhe ja tha, hapurazi. Medito tek ligji Atit ditën e natë, zbatohet dhe do të jetosh.
Dhe kështu ti dhe unë nuk merremi me çdo lloj doktrine që mas andaj na merr dhe na shpërndan siç ka bërë. Mësima ime është që të mblidhemi, vëlla motër, në strukturën e mirë në Shqipëri, në kishat që ati do vendosi, lavdime në shërbëtor që duan të ecin në rrugët e atit, në ligjin e përsosur të tia. Dhe kështu gëzon jetë, ja mëson fëmijëve. Çfarë mësojmë sot në fëmijëve tanë? Çfarë mësojnë, vëlla motër? Ai, lutem atit. Le ta kërkoj urtësinë, urtësinë e pam, kush ishte urtësia? E thot Baruku kush ishte urtësia? Libri i urdhrimeve të atit, ligji i përsosur që qëndron për jetë. Dhe ti dhe unë do ta mbajmë fort që të jetojmë. Dhe mas andaj, kur e kërkojmë urdhrimet të atit, kërkojmë ligjin e përsosur të tia, mas andaj gëzojmë jetën e përjetshme. Zbulesa 22:14 për të hyrë në portat e qytetit, për të ngrënë nga pema jetës. Dhe këtë gjë ecja jonë bazohet në besimin që neve kemi ndaj urdhrimeve, premtimeve që ati ka vendosur në ato urdhrime, vëlla motër. Folën për beslidhje në fillim, folën për premtimet që neve shikojmë që janë premtuar në ligjin e përsosur që ka me qindra prej tyre akoma nuk janë realizuar. Kemi në ligjin e përsosur i atit Zanafilla, që është ligji, Zanafilla 15. Kemi akoma vendosjen e qytetit të ri, nga lumi Nilit dhe në lumin Eufratit që u premtua Abrahamit. Ja ku kemi një premtim që do zbresi në këtë rast me përmasa 2300 km2 kubike, por në atë plajen që flitet në ligji, në Zanafilla 15. Dhe ne themi heqin. Ai. Po heq premtimet për jetën e përjetshme. Zgjoju vëlla motër, zgjoju të lutem. Janë kohë të tilla. Se nuk merr asnjë gjë në atë mënyrë. Në mos besimin e ligjit nuk merr asnjë gjë. Në mos besimin e ligjit do thotë ti nuk i beson ai që ka vendosur për jetë atë ligj, që është ati, ti nuk po i beson atit. Sepse të kanë gënjur me doktrina të rreme në për ato shkolla apo mësime që ke dëgjuar. Kështu je me dy mendje. I pa qëndrueshëm në të gjitha rrugët tënde. Lutem ati, sepse qëndrueshmërinë e pam pak më përpara. Kush jep qëndrueshmërinë? I jep urdhrimet të atit, je në karakterin e atit, që Mesia ishte. Fola shumë gjëra vëlla motër. Fola. Lutem që të ketë punuar thellë në zemrën tënde. Lutem për lavdi të tia. Nënshkruaj vëlla motër në kanalin ton siç e shikon. Shpërndaj, shikoj mësimet për lavdi të tia. Haleluja. Lavdi emrit të tia. Shalom, shalom. Adonai ju bekoftë. Falenderoj nga zemra nëse qëndrove deri tani për lavdi të tia, për mësimin tënd, për mirëpajisjen tënde, për jetën që jep karakteri atit në rrugët e tia, në urdhrimet e tia, në ligjin e përsosur që Mesia mësoi dhe praktikoi në Izrael për lavdi të tia. Haleluja. Shalom, shalom. Adonai ju bekoftë dhe qoftë me ju në rrugën tuaj dhe ju dhënë të kuptueshmëri si të zbatoni urdhrimet e tia vëlla motër. Unë lutem atit ta kuptojmë për lavdi të tia. Haleluja.